Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimet tona kulmora i takojnë Allahu Jalla Jalaluh, krijuesit të kësaj gjithësie. Përshëndetjet tona të përzemërta ja dedikojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shëmbëltyrës së ummetit, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve muslimane që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, mirë se takohemi në serinë tonë të ligjëratave me trego për Islamin. Në esencë, kjo seri ka të bëjë me një hadith madhështor të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që ndryshe është i njohur në librat islame dhe në librat e hadithit si hadithi i Gjibrilit. Andaj, në ligjëratën e kaluar kemi spjeguar dhe kemi bërë një hyrje të thjeshtë dhe të rëndomt për përbërjen e këtij hadithit dhe kemi filluar që të spjegojmë për transmetuesin e hadithit i cili ishte Omer ibn al-Khattabi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ku spjeguam për lindjen e tij, spjeguam për fisin e tij, spjeguam për adoleshencën e tij dhe rritjen e tij para ardhjes së Islamit, e pastaj treguam se si Omeri radiallahu anhu e kishte pranuar Islamin dhe pastaj ishte bërë me të vërtet një krah i djathtë i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe në fund të ligjëratës treguam se Omeri udhtoi dhe bëri hijret për në Medine, për dallim nga të gjithë të tjerët të cilët ishin prezent në Mekë, ku bën migrim fshehtas. Omeri radiallahu anhu bëri migrimin dhe hijretin haptas, që e dalloi nga muslimanët e tjerë në atë periudhë të vështirë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund treguam për disa ajete të cilat Allahu azza wa jall i zbriti në Kur'anin famlar si miratim i mendimeve të Omerit radiallahu anhu. E kemi përmendur ajetin e namazit ku falet në Mekë, pra namazit 2 rekatësh tek mekami Ibrahim, ku Allah azza wa jall si miratim ndaj mendimit të Omerit e zbriti një ajet kuranor ku e orientoi pejgamberin alayhis salam që t'i falin 2 rekate të mekami Ibrahim. Pastaj ajeti tjetër i cili zbriti si miratim ndaj Omerit radiallahu anhu ishte edhe ajeti i alkoolit dhe ndalueshmërisë së alkoolit, e disa ajete të tjera që tregojnë për vlerën e këtij sahabiu gjigant që ishte në mesin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për të vazhduar në periudhën e dytë të jetës së tij, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, që ishte pas hijretit dhe migrimit në Medinë, ku ndroi rrjedha e historisë për vetë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por gjithashtu edhe për Omerin radiallahu anhu, i cili me të mbri në Medinë, të nderuar vëllezër, u lidh shumë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e përkrahu shumë atë, mësoi shumë nga dituria e tij, mori shumë nga morali dhe akhlaku i tij, dhe u pjek shumë duke qëndruar me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj ai mori dituri, dhe njëra prej shkaqeve që ishte njëri prej sahabëve që mas shumë të e kuptoi dinin e Zotit, është se Omeri qëndroi në një lagje afër xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk vinte ndonjë ajet i cili zbriste, dhe nuk ishte ndonjë dije që Muhamedi alayhis salam e plasonte përveç se Omeri radiallahu anhu ishte prezent aty. Thot Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të, çdo ditë shkoja tek Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe shikoja se ai ka zbritur ndonjë ajet për ta mësuar atë dhe për ta praktikuar atë.
E në qovë se në atë ditë nuk isha mundësi që të shkoja, e dërgoja një komshi timin, një shok timin, a i shkonte, mësonte ndonjë ajet, mësonte ndonjë komentim të ajetit, dhe pastaj vinte në atë ditë dhe ma tregonte mua. Andaj nuk ishte ditë që kalonte, përveç se Omeri e mësonte ndonjë ajet, dhe pastaj mundohej që ta praktikonte në praktik. Për këtë arsye, Omeri e mësoi Kur'anin fa më madh, pra kishte mbamendje të fuqishme, sepse ai çdo gjë që e mësonte prej ajeteve dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam automatikisht e aplikonte dhe e zbatonte në praktik. Për këtë arsye, u bë prej fukahave, prej dietarëve më të mëdhej të sahabëve në kohën e pejgamberit alayhis salam, por edhe pas vdekjes së tij. Dhe Omeri, duke qëndruar shumë dhe duke mos u ngopur kurrë me dijen, moralin, qëndrimet e pejgamberit alayhis salam, ai krijoi një dashuri të madhe për profetin e Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, për ta provuar Muhamedi alayhis salam Omerin dhe dashurinë e tij e ka të sinqert apo jo, atëherë pejgamberi alayhis salam tha në njërin prej haditheve që ishte prezent vet Omeri radiallahu anhu, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tha Omer, nuk ka besuar askush prej jush, derisa mos të më doj mua, ose mos t'jem unë më i dashur tek ai, se sa babai i tij, djali i tij dhe njerëzit në përgjithësi. Omeri, të nderuar vëllezër, për ta miratuar dashurinë e tij ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha: "Ja Rasulullah, dëshmoj se unë të dua më shumë se baba jam, se djali im dhe se të gjithë njerëzit, përveç veten time e dua më shumë." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Omer, nuk e plotson këtë besim derisa mos më duash më shumë se sa vetveten tënde." Tha Omeri: "Wallahi tash dua më shumë se veten time dhe se gjithë familjen time." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El-ana ya Omar." Tash o Omer u realizua dhe u plotësua imani dhe besimi yt. Andaj, Omeri radiallahu anhu krijoi një dashuri të plot dhe të sinqert ndaj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ishte krahu i tij i djathtë, e përkrahte në çdo gjë. Omeri radiallahu anhu, të nderuar vëllezër dhe motra, ishte pothuajse në të gjitha luftrat prezent me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kur atë nuk e braktisi. Gjithmonë ati i ndihmonte, gjithmonë mendimet e tij i amiratonte. Kur kishte diçka që nuk dinte, e pyeste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra në çdo moment dhe në çdo orë ai ishte në gatishmëri për të përfituar nga Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, ai qëndroi me të në çdo luftë. Ai ishte prezent në luftën më të madhe, në luftën e Bedrit, ku i qëndroi pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në atë luftë në Bedr u mbyt njëri prej shërptorëve të Omerit radiallahu anhu. Dhe të njëjtën kohë edhe Omeri u ballafaqua me dajin e tij, ku në dy luftim pastaj e mbyti, për të treguar se ky e donte shumë Islamin, se ky e donte sinqerisht Allahun azza wa jall, dhe për këtë arsye u quajt El Faruq. Pra Omeri El Faruq, ai i cili e ndan të vërtetën nga e kota, ai i cili e ndan idhujtarin nga besimi dhe njëshmëria në Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye ra në dy luftim me dikë të cilën e kishte të afërt, pra kishte lidhje me të, por ja që imani është më i lartë, ja që dini islam është më i ngritur dhe më i lartë tek Omeri radiallahu anhu, dhe më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm. Për këtë arsye në këtë luftë sakrifikoj dhe luftoj edhe me ata që i donte me herët, por si respekt ndaj pejgamberit alayhis salam e mbajti anën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, prezantoi edhe në luftën e Uhudit,
ku e mbrojti pejgamberin alayhis salam dhe u dëmtua në këtë luftë, por ja që kur Ebu Sufjani arriti që të triumfoj në pjesën e fundit të luftës përmes Khalid ibn al-Walid dhe kurthës që bën dhe përmes largimit të shigjetarëve nga vendet ku i kishte caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Ebu Sufjani me zë të lartë, tha të vdekurit tan sot kompenzohen me të vdekurit tuaj. Pra të vdekurit tan në Bedër sot janë barazuar me të vdekurit e juaj në Uhud. Andaj u përgjigj me shpejtësi dhe me një zë të lartë Omeri duke thënë, të vdekurit tan janë në xhenet, kurse të vdekurit tuaj janë në shijimin e zjarrit në xhehenem. Allahu na ruaj prej tij. Andaj ky është një pozicion dhe një qëndrim e Omerit radiallahu anhu në luftën e Uhudit, karshi Ebu Sufjanit. Andaj vazhdoi Omeri për të qëndruar me pejgamberin e Islam edhe në luftën e Hendekut, edhe në luftrat e tjera, duke mos e braktisur kurr dhe duke treguar me të vërtet një iman dhe një sinqeritet të lartë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar, Omeri radiallahu anhu kanë cekur dietarët islam se ka transmetuar shumë hadithe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E disa prej tyre i kanë numëruar dhe kanë thënë se janë dikum 539 hadithe që Omeri i ka transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e disa të tjerë kanë mendim që janë 537, e disa të tjerë 521, mirë po sido që tjetë më rëndësi numri 500 është, pra është i sigurt. Për këtë arsye Omeri radiallahu anhu ka mësuar dhe ka transmetuar pej Muhamedit alayhis salam hadithe të ndryshme, e njëra prej haditheve që i ka transmetuar është edhe hadithit që ne do ta prezantojmë para jush dhe do ta komentojmë në ligjëratat vijuse që quhet ndryshe edhe hadithi i Xhibrilit. Andaj të nderuar vëllezër, pra ka marrë dije shumë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Omeri qëndroi deri në fund me Muhamedit alayhis salam dhe me të dëgjuar për një lajm të vështirë për muslimanët, me të dëgjuar se vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e donte shumë Omeri, ai që tërë jetën e tij ja kushtoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe dinit islam, ai që çdo gjë dhe çdo moment e shfrytëzonte për ta marrë dijen dhe moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mori lajmin e madh, të trishtueshëm për të, që tashmë ka ndruar jetë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përveç që u tronditën sahabët, Omeri filloi që ta humbiste toruan e tij. Filloi që ta largonte racionalitetin e tij nga mendja e tij, duke thënë kështu: unë po dëgjoj nga disa hipokrit, të cilët thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka vdekur. Nuk është e vërtetë që ka vdekur. Ai vetëm ka shkuar tek Allahu, sikurse që ka shkuar edhe Musa tek Zoti i tij për 40 net me radhë. Dhe pastaj pas 40 neteve është kthyer tek populli i tij. Kështu është edhe Muhamedi, ai ka shkuar tek Zoti i vet, e ai do të kthehet përsëri dhe nuk ka vdekur. Dhe në këtë rast thot ai i cili thot që Muhamedi alayhis salam ka vdekur, do t'ja heq duart, pra do t'ja prej duart dhe do ta mbys atë me duart e mia. Pra, e humbi racionalitetin, gjykoj me emocione, sepse dashuria për Muhamedit alayhis salam ishte me të vërtetë në nivel shumë të lartë, të pakapshëm ndoshta për gjeneratat tona në kohën e sotit. Andaj, në atë periudhë erdhi Abu Bekri, ai që nuk ishte shumë emocional, ai që gjithmonë gjykonte me racionalitet dhe me argumente. Dhe donte shumë Abu Bekri se ç'diet mirë, ishte më i mirë se Omeri radiallahu anhu. Dhe ishte shok më i ngushtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por ishte i mençur, ishte i pjekur dhe nuk ishte emocional. Shkoi dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: atë që ti gjithmonë e ke proklamuar vdekjen, tashmë e paske shijuar. Dhe e puthi në ballë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj u largua dhe i tha: Omer, qetësohu, mos ju fol njerëzve kështu. Omeri nuk ndalej.
ai ishte i bindur që Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk ka vdekur dhe bërtiste me zë të lartë. Pastaj Ebu Bekri u largua dhe filloi që të mbante fjalim. Dhe filloi duke lavdruar Allahun azza wa jall, dhe njerëzit kur e dëgjuan Ebu Bekrin u larguan nga Omeri dhe shkuan tek Ebu Bekri. Tha Ebu Bekri: "Men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Kush adhuroi Muhamedin, le ta di që Muhamedi sot vdes. Ja dorëzoi shpirtin Allahut azza wa jall. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut." E kush adhuron Allahun, le ta di se Allah është i gjallë i përjetshëm dhe nuk vdes kurrë. Të gjithë kanë fillim dhe mbarim, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Të gjithë janë të përkohshëm në jetën e kësaj bote, përveç Allahut azza wa jall që gjithmonë është i përhershëm dhe nuk vdes kurrë. Andaj, kur i dëgjoj këto fjalë Omeri dhe shokët e tjerë, thanë, sikur nuk e kemi ditur kur këtë ajet kuranor. Sikur kur nuk e pasna dëgjuar këtë ajet kuranor, tha Omeri radiallahu anhu, dhe e lëshuan këmbët dhe ranë në tokë. Dhe aty e kuptoj që më të vërtet i dashur i zemrës së tij, ai i cili ishte model për të, shoku më i ngushtë në jetën e tij, pejgamberi alayhis salam, ka ndruar jetë dhe ja ka dorëzuar shpirtin Allahut azza wa jall. Në disa prej librave transmetohet se Omeri radiallahu anhu është afruar tek gjenazja, tek trupi pejgamberit alayhis salam, duke folur dhe duke e lavdruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë përmend sikurse që përmendet pra në librin Ihya Ulumiddin pra të Imam Ghazaliut, dhe përmendet në disa libra të tjera, ku Omeri shprehet kështu para kufumës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot kështu: "Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah." Është një shprehje që arabët e përdorin: "U flijoft babai dhe nëna për ty, o i dërguari i Allahut." Pra, në formë të respektit, në shenjë të respektit ndaj dikujt, kanë thënë arabët: "U flijofsha për ty" ose "U flijoft babai dhe nëna për ty." "Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah." U flijoft babai dhe nëna për ty, o i dërguari i Allahut. "Laqad kunta takhtubu an-nas ala jid'i an-nakhla." Ti ishe duke ju mbajtur hutbe dhe ligjërata në mimber njerëzve, ai mimberi yt ishte një trung i palmës së hurmës. Ishte një trung ku ti mbaje ligjërata dhe pastaj njerëzit ty ta ndreqen një mimber të ri me 3 shkallë. "Fahanna dhalika al-jid'u ilayka hatta wada'ta yadaka ash-sharifata alayhi fasakat." Dhe kë filloi që të çante nga dëmshuria që do të ndahej me ty, derisa ti vendose dorën tënde mbi këtë trung të palmës së hurmës dhe pastaj e heshti. "Fa ummatuka awla bil hanini ilayk." Ummeti yt, populli yt janë më parsor me ndje dëmshuri dhe emocion për ndarjen nga ti. Dhe gjithë sahabët e ndjejtën këtë ndarje. U pikëlluan shumë me ndarjen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdoi duke thënë: "Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah." U flijof babai dhe nëna për ty o Rasulullah. "Laqad dhakkaraka Allahu bil afwi qabla an yadhkura laka adh-dhanb." Allahu ta përmendi faljen e gabimit para se me ta përmend gabimin. Tha Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Afa Allahu anka lima adhinta lahum." Allahu ta falte Muhammed për atë që ti I lejove me shku ata, pa lejen e Allahut azza wa jall. Pra Allahu përmendi, Allahu ta falt o Muhammed se ti e banën një shkelje, I lejove ata që të shkonin pa lejen e Allahut azza wa jall. "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." U flijof babai dhe nëna për ty o Rasulullah. "Laqad arsalaka Allahu akhir al-anbiya'i wa dhakkaraka awwalahum." Allahu të ka dërguar si pejgamberin e fundit, por në Kur'an të ka përmendur të parin. Allahu tha në Kur'an: "Wa idh akhadha Allahu min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha." Dhe kur Allah azza wa jall e morri besatimin prej gjithë pejgamberve, prej teje Muhammed, dhe prej Nuhut,
dhe prej Ibrahimit, dhe prej Muses, dhe prej Isis birit Merjemës, prej gjithë dhe morin e besatim të fuqishëm. Pra, Allah e dërgoi pejgamberin të fundit, por e përmendi të parin Kur'an. U fliu babai dhe nëna për ty ja Rasulullah. Allah Azza wa Jall i dha Sulejmanit një mrekulli të shpejtësisë së erës ku i krynte punën e tij. Kjo nuk është diçka më e shumtë sesa mrekullia që ta dha ty një borak, ku hipen këtë borak dhe për një pjesë të natës shkove në Mesxhidul Aqsa dhe prej atje shkove në Sidratul Muntaha në qiejt e lartë dhe u ktheve në këtë pjesë të natës dhe e fale namazin e sabahut në Mekke në Abtah. U flijov babai dhe nëna për ty, o Rasulullah. Tha, sikur mos ishte ti modest, nuk do të qëndroje me neve. Sikur mos ishe ti modest, nuk do të martoheshe prej grave dhe vajzave tona. Por ti ishe modest, pastaj qëndrove me neve, i martove ato cilat të japën për gra, dhe qëndrove dhe edhe hangre ushqim zbashku me neve, o Rasulullah. Pra, shikojeni se në çfarë forme ju qas Omeri, radiallahu anhu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shoku të zemrës, më të dashurit e tij që e njohën sytë e tij dhe e kapi me dashuri zemra e tij, Omeri radiallahu anhu. Të nderuar vëllezër dhe motra, kalojmë në shkputje, pastaj rikthehemi në shpjegimin e biografisë së Omerit radiallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me biografinë e njerit prej njerëzve më të ndritur të historisë islame, njerit prej gjigantëve të sahabëve, Omer ibn al-Khattab, Allahu qoftë i kënaqur me të dy. Spjeguam më herët për takimin e fundit me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke e lavdruar pejgamberin alayhis salam sa ishte gjallë, se sa kishte qëndruar me ta, dhe se sa mrekulli kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala këtij burrit të madh dhe këtij njeriu të madh. Andaj, pasi që vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khilafetin dhe udhëheqjen e muslimanëve në fillim e kishin pak problematike ta zgjedhnin muslimanët dhe u të buan të gjithë sahabet në një vend Beni Saide, ku atje propozuan disa prej njerëzve që të jenë udhëhecës të muslimanëve, dhe aty shkoi Ebu Bekri bashkë me Omerin radiallahu anhuma. Dhe Omeri ishte njeri prej njerëzve që mas shumti i nxiti sahabet që ta zgjedhnin për prisë të muslimanëve pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin. Për këtë arsye, i parë që ja zgjati dorën dhe e besatoi në qeverisjen e re të muslimanëve dhe të islamit, Ebu Bekrin, ishte Omeri radiallahu anhu, ku e zgjati dorën dhe i tha, tash unë besatohem që do të ndjeku ty si kryetar i muslimanëve. Dhe ishte krahu i djathtë i Ebu Bekrit, siç ishte edhe për vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E përkrahu atë në mendimet e tij, e përkrahu në të gjitha luftrat që i zhvillonin sahabët me urdhën e Ebu Bekrit tashmë si kryetari i muslimanëve. Dhe të nderuar vëllezër, pasi që u sëmur Ebu Bekri, ai e la si një lloj amaneti, si një lloj testamenti, që kryetar të muslimanëve pas vdekjes së Ebu Bekrit ta lënë Omerin radiallahu anhu. Dhe kështu ndodhi, Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të, u bë kryetar dhe khalife i muslimanëve, khalifja i tretë pas pejgamberit alayhis salam dhe pas Ebu Bekrit. Dhe si kryetari i muslimanëve qëndroi për 10 vite me radhë. Ebu Bekri qëndroi 2 vite e ca muaj, kurse Omeri e zgjati qeverisjen e tij, ja mundsoi Allahu azza wa jall që mbi 10 vite qeveriste me muslimanët në përgjithësi. Andaj, në këto 10 vite, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte i shquar për diturinë e tij. Ishte i shquar
për mendje prehtësinë e tij, ishte i shuar për drejtësinë e tij, ishte i shuar për butësinë e tij, ishte i shuar për modestinë e tij. Njëra, ose themi më mirë, disa prej rasteve ku tregohet drejtësia e Omerit radiallahu anhu si kryetari muslimanëve, thonë dietarët, prej rasteve interesante që duhet të ceket para jush sante këto është që Omeri i erdhi një jahudi dhe u ankua që kishte një problem të madh me një musliman. Dhe pasi që shqyrtoi çështjen e tyre Omeri radiallahu anhu si kryetari muslimanëve dhe të njëjtën kohë si gjykat suprem në mesin e muslimanëve, Omeri gjykoi pro jahudis dhe gjykoi kundër muslimanit për të treguar për drejtësinë e tij dhe për moralin e tij. Andaj në fund jahudia tha, wallahi laqad qadayta bil haqq. Wallahi për Zotin ti me të vërtet po gjykojshe me drejtësi. Dhe kështu ju zbut zemra jahudis se pas ka prej muslimanve, edhe pse kryetari muslimanve, edhe pse ka mundur që të anoj nga muslimani sepse janë të njëjtë në besim, Omeri e theu këtë tabu dhe dëshiron që të tregonte se në çështjen e të drejtave ndërnjerëzore dhe marrëdhënieve ndërnjerëzore nuk shikohet feja dhe besimi, por shikohet haku i njeriut. Sepse Allah Azza wa Jall ka thënë: "Walaqad karramna bani Adam." Ne e kemi fisnikruar dhe kemi nderuar birin e Ademit. Qoftë musliman dhe qoftë nëse është i ndonjë feje tjetër. Por zullum nuk i bëhet atyre. Andaj Omeri në këtë rast gjykoi për jahudin. Gjithashtu prej rasteve të veçanta dhe të rëndësishme për të treguar për drejtësinë e Omerit si kryetari muslimanëve, është edhe rasti Abdullah ibn Amr ibn al-As dhe djalit e tij. Omeri radiallahu anhu e kishte dërguar Abdullah ibn Amr ibn al-As si vali në Yemen, si vali në Egjipt, pra përgjegjës të Egjiptit. Dhe një ditë prej ditësh, djali Abdullah ibn Amr ibn al-As bën gara me kuaj. Dhe në atë garë fiton njëri prej muslimanëve. Dhe kur shkon për ta marrur shpërblimin, atëherë djali i Abdullah ibn Amr ibn al-As e godet në fytyrë. Dhe i thot: "Unë jam djali i fisnikut, unë kam fituar. Unë jam djali i fisnikut, birit fisnikut e kështu me radhë." Dhe kur njeriu të bëhet zullum, atëherë baza ku duhet të kthehet është kryetari i muslimanëve, sepse ai që është zgjedhur kryetari i muslimanëve gjithmonë janë pritshmëritë që drejtësia të vendoset tek ai person. Sepse jo rastësisht muslimanët e kanë zgjedhur si kryetarë të muslimanëve, sepse duhet të jetë njeriu më i mirë dhe duhet të ketë drejtësi në karakterin e tij. Për këtë arsye shkon tek Omeri, kryetari i muslimanëve, dhe ankohet dhe i thot: "Unë kam bë gara dhe kam fituar, por djali i kryetarit që ke dërguar në Egjipt si udhëheqës më ka goditur mua dhe ka thënë që unë jam djali i fisnikut, unë jam djali i qeveritarit dhe unë kam fituar." Pastaj Omeri nervozohet shumë dhe e thret Amr ibn al-As dhe i thot: "O Amr, është e vërtet kjo?" Thot: "Nuk kam dieni për këtë, o kryetari i muslimanëve." Dhe e merr një shkop dhe ja jap personit që ju ka bërë zullum. Dhe i thot: "Merr dhe godite djalin e Amr ibn al-As. Godite." E goditja atë derisa ju shërua zemra, ju shërua xhelozia dhe inati i tij. Dhe i tha: "Merr dhe godite edhe babain e tij, sepse babai i tij ka lejuar zullumin e Egjipt." Tha: "Jo, o kryetari i muslimanëve. Tashmë u shërova unë. E ktheva hakun tim dhe nuk ka nevojë që ta godas edhe babain e tij." Dhe në fund Omeri radiallahu anhu ju drejtua Amrit duke i thënë: "Ja Amr, o Amr, meta ista'badtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." O Amr, kur i robëruat ju njerëzit, e nanat e tyre i lindën të lirë.
Kur keni fillu me i robru njerëzit, me o amor hakun atyre, e nanat e tyre i kanë linë të lirë, me të drejtat e tyre. Andaj, Omeri radiallahu anhu e mbrojti të drejten e të dëptit. Dhe ishte në anën e të dëptëve, ishte në anën atyre që ju bahej zullum, ishte në anën e fukarenve. Ky është Omeri radiallahu anhu. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, në kohën e Omerit radiallahu anhu, erdhi një vit i vështirë, një varfëri e skajshme e muslimanëve, ku u ngritën çmimet në treg dhe u paksua ushqimi kualitativ. Andaj, kur e pa këtë gjendje Omeri radiallahu anhu, tha vallahi, une nuk do të ha yndyrna të shtrenjta, une nuk do të ha mish dhe une nuk do të pi qumsht, derisa këto gjëra t'i hajnë edhe njerëzit e tjerë, pasi që të zbrejsin çmimet në treg. Dhe Omeri me të vërtet nuk hëngri për i këtyre ushqimeve, hëngri ushqime të thjeshta, derisa erdhën dhe lajmëruan se kanë ra çmimet në treg, andaj tash ka mundësie njerëzit me u shërby me ushqime ma kualitative, dhe Omeri pastaj edhe filloi edhe ai që të hante prej këtyre ushqimeve. Gjë që tregon për drejtsinë e tij si kryetari muslimanëve dhe i jepte përparësi popullit para interesit personal, para vetvetes së tij. Pra, Omeri radiallahu anhu të ndëruar vëllezër, kishte shumë argumente dhe jep shumë argumente për muslimanët deri në ditën e fundit të kësaj bote. Se ishte një model i pakrahasueshëm në vendosjen e drejtësisë. Dhe i pari për njerëzve që vendosi kalendarin hijri, kalendarin hënor me të cilin punojnë muslimanët dhe që adhurojnë Allahun Azza wa Jall në adhurime. Bazë kryesore e kemi kalendarin hënor ose kalendarin hijri. Të ndëruar vëllezër, i pari që e vendosi këtë kalendar është Omeri radiallahu anhu, ku i të bëj ensarët dhe muhaxhirët dhe filloi që ta zbaton të këtë kalendar prej periudhës kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam udhtoi prej Mekës në Medinë bani hijret, andaj prej fillimit të hijretit filloi edhe kalendari hijri, i cili për dallim nga kalendari gregorian i ka 354 ditë. Gjithsesi i ka 12 muaj, i ka 354 ditë, pra 11 ditë është më pak se sa kalendari gregorian. Andaj, specifika Omerit është se ishte i pari që e vendosi në periudhën e qeverisjes së tij të muslimanëve, ky e filloi dhe vendosi kalendarin hijri. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, prej specifikave të kryetarit të muslimanëve Omerit radiallahu anhu është se ai i friksohej Allahut Azza wa Jall shumë. Kishte frikë respekt ndaj Zotit subhanahu wa taala. Sa që thoshte në një prej fjalimeve të tij, kam frikë Allahun Azza wa Jall. Edhe në qoftë se gjyshi im e merr vdekja në bregun e Eufratit, kam frikë që Allah do të më pyes mua si ka vdekur gjyshi yt, si ka vdekur, në çfarë rrethanash ka vdekur e kështu me radhë. Dhe në njëran prej fjalëve të tij thoshte, kam frikë që edhe nëse një person i bëhet zullum në Yemen atje, kam frikë që Allah Azza wa Jall ka më pyet mua, o Omer, ku ke qenë ti, që si ke dal hakësh atij personi që ju ka bërë zullum. Pra aq shumë kishte frikë Allahun Azza wa Jall dhe dëshironte ta realizonte të drejtën e njerëzve në përgjithësi. Tregon të ndëruar vëllezër, Talha se një ditë prej ditësh e përcolli Omerin radiallahu anhu në një pjesë të natës. Dhe ai shkoi në një vend, hyri në një shtëpi dhe pastaj doli. U afrua Talha, kur hyri në atë shtëpi e pa një plak të verbër. Dhe i tha, pse po vjen ky njeri këtu tek ti? A vjen shpesh? Tha po,
ky person tha vjen të unë çdo ditë, mi sjell ato gjëra që kam nevojë unë për ushqimeve, ma pastron shtëpinë dhe pastaj del. Dhe pastaj Talha çuditet dhe thot: a gjurmet e vështira që i ka ndjek Omeri dën me ndjek ti o Talha? A rrugën e vështirë të devotshmërisë që është duke ndjek Omeri, ti po dën me pasu o Talha? Dorëzohu se s'mundesh me pasu rrugën e Omerit, sepse kjo qenë ka rrugë e vështirë. Rruga e devotshmërisë dhe sinqeritetit dhe dallimit dhe lartësimit tek Allahu Azza wa Jall qenë ka rrugë e vështirë. Dhe Talha e po se çfarë sinqeriteti pra kishte Omeri radiallahu anhu. Gjithashtu të nderuar vëllezër, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe na bashkof me të në xhenetet e tij, e ruante besimin e muslimanëve. Dhe kishte frikë se mos po devijonte besimi i pastërt i muslimanëve. Andaj, në njërën prej rasteve, Omeri radiallahu anhu, duke e kryer umrën të nderuar vëllezër, u afrua afër gurit të zi, që është një ritual që kryhet kur bëhet tavafi. Pra, tavafi fillon prej gurit të zi dhe përfundon te guri i zi. Dhe pejgamberi alajhissalam prej sunetit është se e ka puthur këtë gur dhe ka thënë se do të jetë dëshmi në ditën e gjykimit. I afrohet gurit të zi dhe i thot kështu: inni a'lamu annaka la tanfa'u wa la tadur. Unë e di që ti o guri as nuk ban dobi, as nuk sjell dobi e as nuk ban dëm. As nuk sjell dobi e as nuk ban dëm. Falaula inni ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sikur mos ta kisha pa Muhammedin alayhis salam që të ka puth, nuk do të kisha puth kur. Me frikën se njerëzit gurin e zi do ta marrin si një lloj shenjtrie, pastaj ta adhurojnë atë. Siç i kanë adhuruar kurejshetët e Mekës, idhuj të ndryshëm në Mekë. Por ja që është sunet i pejgamberit alayhis salam për që të puthet për atë që s'ka mundësi, e ai i cili nuk ka mundësi, për atë i cili ka mundësi, e ai që s'ka mundësi vetëm e përshëndet. Gjithashtu, për shembujve të rujtjes së akidës së muslimanëve në atë kohë dhe të besimit të kulluar dhe të pastër të muslimanëve, Omeri radiallahu anhu i pa një grup të njerëzve të cilët faleshin në varreza. E Omeri radiallahu anhu tha: innama halaka man kana qablakum, janë shkatruar popuj që ishin para jush, ittakhadhu athara anbiyaihim masajid. I kanë marrë gjurmët e pejgamberëve të tyre, i kanë bërë xhamia dhe aty janë fal. Në një transmetim tjetër thuhet prej pejgamberit alayhis salam: ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida. I kanë marrë varrezat e pejgamberëve të tyre si xhami dhe falture dhe aty janë fal. Andaj largohuni dhe mos u falni në varreza. Pra kjo është prej shembujve që tregon se Omeri radiallahu anhu pra e rujti akiden e muslimanëve, e rujti besimin e muslimanëve. Omeri, të nderuar vëllezër, ajo çka vlen të ceket për të se është i pari i cili i bashkoi muslimanët në namazin e taravive me imam, duke urdhëruar Ubej ibn Ka'b që të dilte dhe të printe si imam njerëzve, dhe aty urdhëroi që t'i falin taravit në disa transmetime 8, në disa transmetime 20 recate, dhe pastaj falja taravive me imam pastaj ka mbet prej periudhës së Omerit radiallahu anhu, pasi që ka pas një shkputje prej kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse friksoi se mos po ju bëhej farz muslimanëve, andaj ishte i pari që i mblodhi të gjithë muslimanët me një imam për t'i falur taravit. Gjithashtu të nderuar vëllezër, Omeri radiallahu anhu i nxiste njerëzit në punë të mira dhe i urrente ata që rrinin dhe kërkonin riskun prej njerëzve të tjerë dhe lypnin. Andaj, kur e shihte dikën në rrugë që është i shëndosh, e godiste fuqishëm dhe i thonte shko dhe kërkoje riskun halal. Omeri radiallahu anhu ishte prej atyre që i urdhëroi tuxharët dhe tregtarët që ta mësojnë në mënyrë obligative halalin dhe haramin. Dispozitat e halal dhe haramit në mënyrë që të mos zhvillnin dhe të mos i tradhtonin njerëzit në shitblerje. Sepse, siç thot pejgamberi alayhis salam, prej vendeve më të këqija që i urren Allahu janë tregjet, sepse aty bëhet tradhtia, aty bëhet mashtrimi i muslimanëve. Andaj,
i obligoi tregtarët që të mësojnë dispozitat e halalit dhe haramit, që të mos bie në tradhtinë dhe mashtrimin e muslimanëve në shitblerje. Gjithashtu të nderuar vëllezër, Omeri radiallahu anhu ishte prej fukahave më të mëdhenj të sahabëve dhe e donte diturinë dhe gjithashtu i nxiste të tjerë të marrin dituri. Disa prej fjalëve të tij që mund të përmenden sonte këto për diturinë, thot Omeri radiallahu anhu, vdekja e 1000 adhuruesve ose ibadetxhive është më e lehtë se vdekja e një dietari. Sepse të nderuar vëllezër, me vdekjen e dietarit vdesin shumë dobi dhe shumë zemra dhe shumë dije të cilat janë shprendar përmes këtij dietarit. Sepse dietarit janë yje ndriçuese në këtë tokë. Njerëzit dhe muslimanët orientohen përmes dietarëve. Andaj vdekja e dietarit është shumë më e rëndë se sa vdekja e 1000 adhuruesve. Sepse adhuruesi i ban veprimet dhe adhurimet e tij për vetveten e tij, kurse dietari i ban për vetveten e tij dhe u ndriçon rrugën dhe i udhëzon njerëzit në rrugën e drejtë. Gjithashtu, prej fjalëve të Omerit radiallahu anhu për diturinë është mësoni dituri para se të ngarkoheni me obligime dhe me qeverisje. Sepse në momentin kur të ngarkoheni me qeverisje dhe obligime, pastaj nuk keni ma kohë që të mësoni dhe të merrni dituri, qysh keni pas kohë më herët, e pastaj ta vazhdoni ju jetën me obligimet shumëta dhe të mbetni xahila dhe ignorant në jetën e kësaj bote. Andaj shfrytëzoni diturinë para se të ngarkoheni me punë që pastaj do të thoni, sikur ta kisha shfrytzuar kohën sa kam qenë i lirë dhe pa obligime. Gjithashtu të nderuar vëllezër, në kohën e Omerit radiallahu anhu ka ndodhur çlirime të mëdha. Prej çlirimeve më të mëdha të muslimanëve dhe zgjerimit të tokave islame ka ndodhur në kohën e Omerit. Transmetohet se në kohën e Omerit radiallahu anhu është çliruar Damasku i Siris. Gjithashtu është çliruar Jordani dhe në betejën e Jermukut, ku kanë fituar nga persianët, pra dikun është çliruar gjithashtu Palestina dikun në vitin 16 Hijri. Gjithashtu në kohën e Omerit radiallahu anhu është çliruar, pra të nderuar vëllezër, tham Palestina, Xhamia El Aqsa, dhe janë çliruar edhe vende të ndryshme sikurse që është Egjipti nga perandoria bizantine. Pra ka ndodhur çlirime të mëdha kundër perandorisë romake, bizantine, persiane kështu me radhë. Andaj, pra me të vërtet Omeri është i shquar me specifika dhe veçori të cilat ndoshta nuk i ka pasur ndonjë sahabi tjetër. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej specifikave të Omerit është se e kërkonte shahidllakun, kërkonte që të bijente dëshmor gjithmonë. Dhe transmetohet të këtë thënë njërin prej thënieve të tij, Allahumma rzuqni ash-shahadata fi sabilik. O Allah, ma bar risk që të bëhem shahid në rrugën tënde. Wa ja'al mauti fi baladi nabiyik. Dhe tha Omeri, o Allah, bëje që të vdes në qytetin e pejgamberit tanë, në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të nderuar vëllezër, një ditë prej ditësh Omeri radiallahu anhu hyp në hutbe dhe ju flet njerëzve dhe thot, kam parë një ëndër që një gjel me ka çokatur 2 herë dhe unë mendoj se kjo është se e gjeli im dhe vdekja ime është afruar. Andaj po i le 6 persona e ata do të vendosin se këta bëjnë kryetar të muslimanëve pas vdekjes sime. Dhe e kishte parashikuar dhe kishte ndjenin se vdekja i është afruar të nderuar vëllezër, dhe Omeri radiallahu anhu një ditë prej ditësh del në mëngjes, pra në kohën e sabahut, dhe ju thot njerëzve të plotësoni dhe drejtoni safat, dhe lidhet në namaz, dhe mbrapa tij ishte Abdullah ibn Abbasi, dhe fillon që ta lexoj surën Yusuf ose surën Nahl sipas disa transmetimeve, dhe pastaj aty mbrapa safave vjen me shpejtësi duke i kaluar njerëzit Ebu Lu'lu el Mejusi. Ky të nderuar vëllezër
kishte urrejtje ndaj muslimanëve dhe respektivisht ndaj Omerit radiallahu anhu, ku duke hyrë në safa i godet me thikën e tij që kishte edhe me shpatën e tij, i godet 13 persona, ku 7 prej tyre mbesin të vdekur, dhe në fund e godet Omerin radiallahu anhu në namaz, me goditje të shumta, ku dhe bie në tokë Omeri radiallahu anhu. Pastaj duke ikur, e zën sahabët dhe para se ta zën, ai e mbyt veten e tij. Dhe kështu të ndëruar vëllezër, Omeri i thot Ibn Abbasit, le ta fal Abdulrahman ibn Auf namazin, dele fal namazin dhe pasi e përfundoi namazin, shtrihet Omeri dhe e marrin dhe dërgojnë tek shtëpia e tij të ndëruar. Dhe kështu Omeri radiallahu anhu i thot Ibn Abbasit, kush më ka vra? Thot, të ka vra Ebu Lu'lu el-Mejusi. Tha, elhamdulillah që nuk më ka vra dora e muslimanit. Elhamdulillah që nuk më ka vra dora e muslimanit. Andaj të ndëruar vëllezër, pas 3 dite në një transmetim tjetër, pas 7 dite, Omeri radiallahu anhu, pasi që lëm vasijet për familjen e tij dhe muslimanët përgjithësi, që të kryjnë borxhet e tij që i ka, Omeri radiallahu anhu i lën edhe 6 persona, pra që njëri prej tyre të zgjidhet kryetari i muslimanëve, dhe në fund i adërzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Pra në vitin 21 sipas hijretit, vdes Omeri radiallahu anhu në muajin Dhulhijja, dhe kështu edhe muslimanët e humbin njërin prej burrave më të mëdhej të umetit, Omerin radiallahu anhu. Andaj, ky është në pika të shkurtra Omeri, burri i madh i Islamit. Ai që deshte shumë pejgamberin alayhis salam, por edhe pejgamberi alayhis salam e deshte atë shumë. Dhe Muhamedi alayhis salam na mësoi që dhe ne duhet ta duam atë dhe të pasojmë gjurmët e tij, në drejtsinë e tij, në trimërinë e tij, në butësinë e tij dhe mbi gjitha në modestinë e tij si kryetari i muslimanëve. Andaj të nderuar vëllezër, deri në ligjëratën tjetër, ku do të hyjmë që të komentojmë në mënyrë të hollësishme për hadithin e Xhibrilit, të cilin e kemi titulluar "Me trego për Islamin", ju lëm në mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.